banorja e Big Brother Francesca Murati publikoi pak kohë më parë lajmin e mirë se kishte marrë një apartament të ri. Menjëherë nisën llogaritë dhe shumë shqiptar pyesnin se ku i gjeti ajo 700.000 euro. Por thashë themet mbi çmimin e shtëpisë nuk gjatën shumë, sepse doli një video ku shihej se një apartament po digjej. Menjëherë u aludua se ishte shtëpia e re e Franceskës, ajo që përfshir nga flakët. Ish banorja i hodhi poshtë zërat, duke thënë se zjarri kishte shpërthyer në një tjetër kat. Ndërsa sot Francesca ka bërë një postim në rrjetet sociale, ku ka treguar se sipas saj dikush ka tentuar t'i hyjë në shtëpi. Francesca ka publikuar një video në Instastory ku tregon derën e shtëpisë, të cilën e kishin shkatëruar në tentativën për ta hapur. Dikush ka tentuar të na hyjë në shtëpi. Kanë shkatëruar derën. Kini kujdes me porositë që pranoni te shtëpia, ka shkruar ish banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri krahas videos në fjalë.